efektin ushtarak? Nuk mund të themi që mund të bëhet mbrojtje strategjike, po ishte një mbrojtje domosdoshme për një goditje të Sa kishte Italia në ndece? Italia kishte më shumë nga Amerika, dhe Italia dhe Greqia nuk kanë shpenzuar shumë në ato kohra se i mbulon komplet flota gjashtë amerikane. Unë nuk kam lënë port. Unë jam përballë juve në vitet 1979, 1988, 9 vjet zbulimit strategjik të shtetit. Nuk kam lënë port Italisë. Në cilin vit je rekrutuar si pjesë e zbulimit? Sa mbarova shkollën e oficerave për zbulim? Po? Në cilin vit? Janar 1972. Mbarova shkollën e lartë oficerave. Dhe pastaj kaluam në shkollën e zbulimit lartë informativ ushtarak, po? Ku drejtor ishte legjenda e zbulimit Anor Sheti. 42 veta. 40 djem e 2 vajza. Unë dam në 5 drejtime, Greqi. E mendove mirë që do shkollë, do t'i shërbejë Shqipërisë në zbulim? Natyrisht, sepse kalojnë filtr. Të punojnë në zbulim, u dishën 3 muaj që ne verifikoheshim. Çfarë të verifikohen? Verifikohen përbërjen familjare, biografike, karaktere dhe vendosmërinë. 3 muaj në dispozicion. Patë në i gjë që ata e debatuan ose e sqaruan? Unë vjen nga familje të prepasur me tradita luftarake pra dhe kombin historikisht. Nga? Që nga Sorgjyshi. Nga jeni ju? Nga Gjyshi, nga Vranishi i Vlorës. Dhe në shtëpinë time, në shtëpinë e babait tim, 17 ditë në operacionet dimrit ka qëndruar Hysti Kapua me Shefjet Peçi. Po pse qëndruan aty pikërisht aty? Sepse shtëpia jonë ndodhej në një vend shumë sigurt të Rozmalit dhe ishte një familje e vërtetuar që ishte shumë besnike. Zoti Limaj, ishit ju komunist? Çfarë? A ishit komunist? Do të tregoj me shumë qetësi. Kuadrët e zbulimit veçanërisht strategjik mund të kenë qenë asar partie, por detyra ishte adheu, siguria dhe mbrojtja dhe nuk merret fare parti. Ishte vetë pozicioni i tillë që aty ishte adheu, siguria dhe mbrojtja. Unë jam bërë vonë shumë antar i Partisë për Shqipërisë dhe jam shumë krenar se antarët e thjesht ishin një shumë ndershëm, por nuk mendoja kur parti. A besoj të komunizmi? As me këtë smerasha. Po kishe kështu idealizëm që ky komunizmi është i mirë? Apo ti kuptoj më mirë gjëra sepse kishe mundësi duke qenë se disa herë jetonit jashtë? Unë duke qenë se linda në vitin 1950 në fshat shkëlqyer, dhe kur pash asaj periudhe se si ai fshat u bë me drita, me ujë, me shkolla, me mjekësi, me qetësi, me stabilitet, detyrimisht shikoj një zhvillim të zakonshëm. Ku në Shqipëri u ngritën 500 fabrika dhe uzina, ku Shqipëria progre që nga gjysmë feudale u bë vend industrial bujqësor. Pra unë shikoj një Shqipëri për horizonte, ku ato brigje të marrë fare dhe nuk bëja lufti, jo komunizmi, jo kapitalizmi. Ishte një çështje tjetër kjo. Ama Shqipëria po ese. Shqipëria gaboi në 1978. Prishën me Kinën. Prishka me Kinën, siç e shikoni ju, ekonomia filloi rënjen dhe shteti kishe filluar luftën e brendshme me Mete Kadyrfare dhe pasaj aftësia drejtuese e zhvillimit vende A dhe mbështetja jashtë ekonomike zero dhe drejt fundit shkoi drejt vdekjes ai sistem. Zoti Limaj, ju siç e thatë, Shqipëria ka qenë dhe ka bashkëpunuar me Jugosllavinë, Bashkimin Sovjetik dhe me Kinën. Me Jugosllavinë ju e shpjeguat shumë mirë dhe me Bashkimin Sovjetik që pas ka pasur plan edhe për të na sulmuar. Po momenti kur prish me Kinën, çfarë ndodhi? A ishte ky momenti më i dobët që ka ndodhur në ato 46 vjet? Fatkeqësisht marrëdhëniet me Kinën nuk thyen thjesht marrëdhënie ideologjike dhe solli pasojat e mëdha pasaj që voi Shqipëria. Ishte problemi ideologjik i botës tretë dhe që të fatë cilën unë e vlerësoj një vendim të nxituar të udhëheqjes shqiptare. Pse i mban çikatë të nxituar? Të nxituar dhe jo shumë të studiuar për perspektivat e zhvillimit të Shqipërisë. Po pse e bërin? Vetmia mas 1978-s Shqipërinë, siç u thash, e çoi drejt rënimit. Dhe solli ato pasojat të mëdha që u përdor, po e theksoj prap, nga shërbimet e huaja të
të zbulimit, për të bërë atë dramë të viteve të 90 dhe pasaj që u vërtetua me 97 dhe 98. Nuk dua të zë fare Kissingeri, diplomati më i madh i botës sot, shprehjen më të madhe. Henry Kissinger. Amerika nuk ka alat përjetshëm, ka interesa të përjetshme. Po të shikosh edhe marrëdhëniet e alatit ton historik strategjik me Amerikën, Amerika për interesat e saj në momentet e caktuara kanë zgjidhur problemet të mëdha në Shqipëri për pasojat që ka patur. Ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri do të kërkoj ndjes. Jo këtu, do vim pak më vonë, po ju thatë një gjë shumë interesante, që me Kinën ekonomia dhe sistemi i regjimit po binte. Ju keni shkruar në libër se gjatë luftës së ftohtë Shqipëria kishte kërcënim edhe pse këta ishin alat mëdhenj, Greqinë, Italinë, SHBA-n dhe Jugosllavinë. Përse? Çfarë synonin këta? Derisa ne vazhdonim marrëdhënien me Jugosllavinë dhe Bashkimin Sovjetik, shteti shqiptar, Këshilli i Mbrojtjes, kishte përcaktuar shtete objekt zbulimi që bënin kërcënim për Shqipërinë, Greqinë, Italinë, NATO-n. Këto treja. Këto tre ka qenë deri në vitin 48. Çfarë synon të Greqia? Do shpjegojte. Me prishjen e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, me Jugosllavinë, Këshilli i Mbrojtjes shtoi edhe Jugosllavinë u bën shteti 4 zbulimi. Me prishjen e Bashkimit Sovjetik u bën 5 shtete objekt zbulimi. Pra, shteti shqiptar në shkollën e zbulimit të lartë përgatiste kuadrët e saj në 5 gjuhë për 5 shtetet të ndara: Greqi, Jugosllavi, Itali, NATO, Bashkimi Sovjetik. Bëshin gjuhë intensive dhe bëj përgatitje profesionale e veprimtarisë zbuluese. Ju çfarë gjuhë mësonit? E fillova me italisht. Në Shkollën e Bashkuar. Po. Pastaj e bëra një kurs një veçar të zbulimit elektronik për anglisht dhe në vitin 1973, më thret drejtori i zbulimit në ndoshëti me një tjetër më thot me urdhë thon Mandelianës, do shkoni për studime në Universitetin e Tiranës, histori e gjeografi turqisht. Herë e parë që hape dega turqisht. Po pse Turqia? Turqisht, po shpjegoj këtë te libri. Dhe unë i thash, zot drejtor, me italisht kemi shumë, ik turqisht.